ne nuk mund ta votojmë një raport të tillë sepse është kundër kushtetues. Aktualisht, në të njëjtën kohë, që nga kryeministri Kurti e gjithë ministrat që janë zgjedhur deputet, po tentojnë që të mbajnë edhe pozitë ekzekutive dhe pozitë legislative, gjë që ndalon Kushtetuta e Republikës Kosovës. Pra, Kushtetuta e thot qartë që nuk mund të bësh deputet nëse je kryeministër, nëse je ministër, nëse je në pozicion ekzekutiv. Këta janë, sepse s'ka ndonë dorëheqje, në mungesë të një dorëheqje të tillë, Partia Demokratike e Kosovës nuk mund ta votojë një vendim, një raport në këtë rast, i cili është kundërshtim me Kushtetutën. Nëse do të ndodhë ajo që është kërkuar qysh herët, siç e dini, pra dorëheqja nga pozicionet ekzekutive, atëherë mund të ndryshojë situata. Njoftimi është Facebook, postim në Facebook, më falni, po shteti është pak më serioz se sa postimet e Facebookut, nuk është pas arsye as nevojë me ardheri këtu, sikur ta respektonte kryeministri Kurti dhe ish ministrat e tij Kushtetutën e vendit. Tash ne e dimë që këta Kushtetutën se kanë respektuar ato 4 vite, se s'pakon ja 10-12 herë i kemi dërguar gjykatë kushtetuese. Nuk mund të komentoj mesazhet personale të kujt do të qoftë, mendoj që pa janë, po nuk e di, unë janë të vërteta.